Të dashur miq, ndodhemi pranë stadiumit Air Albania. Sot do të luhet ndeshja Shqipëri-Jordani. Vlen të theksohet që është një ndeshje miqësore, por që ne duam përsëri si shqiptar jemi të fitojmë. Kemi bler. Sa veta jeni? 6. 6? Shikim të këndshëm dhe inshallah me fitore. Një rezultat, do na jepi një rezultat? Inshallah 3-0 dalë të Shqipëria. 3-0. Ura! Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Apo jeni nga Tirana? Jo, jemi nga Struga. Nga e dia unë. Po nuk di edhe une. Po kryesoria fitojmë 3-0. 3-0 rezultati, fitojmë për Shqipërinë. Jemi bashkë. Bëhet shumë qefi edhe t'ja kaloni sa më mirë edhe Faleminderit, ashtu dojve përpara. Përpara. Këto gocat e bukura nga kanë ardhur nga Tirana? Po, nga Tirana. Nga Tirana? Sa del rezultati sot? Na jep. Shiko, unë jam gazetare dhe Are? gazetare sportive. Këtu, do në seancën servitore të fundit që u zhvilluan, mirë gola minimalisht. 3 gola. Mund të shënoj edhe më shumë, ë? Ta keni të qartë. Po, 3 po, por nuk shpresoj të mos pësojmë. Asnjë. Po vajzë këtu kolege kam apo? Jo, s'është kolege, është kolege. Megjithatë unë jam shumë e lumtur që kam kolegë kaq bukura. Po Fitore? besojmë 3-1 për ne. 3-1? 1-0. 2-2 ose 3-2. Një ndeshës miqësore. 3-0. Po gjithë kështu thon, 3-0. Ja këtë sa del zemër ndeshja? 5-3. 5-3. Bravo. Rëndësi ka fitoria. Ne do ndërrojmë kombëtare sot se ka fituar 2 herë, ishte Forca, sa më shumë zë atje brenda. Prija 3-0. 3-0 më thonë gjithë sot, ma inshallah. 3-0 me Jordanin. Po kështu thonë gjithë, 3-0. 3-0 thonë gjithë. Sa është rezultati? Kjo është ndeshje për qef, për e lehtë fare. Po ne prap do të Është fitojmë. shumë e lehtë fare. Është e lehtë, po. Fitoria është e jona. Dele rezultati, na jepni një ide, një mendim. Unë them sot nga që Shqipëria se ka bo shumë herë gol-gol, them që do jetë gol-gol kjo ndeshje. Pastaj s'diskutohet, them që do fitojmë. Do fitojmë, patjetër që do fitojmë, ne nuk e diskutojmë atë pjesë. Po ju sa mendoni për rezultatin? Ah, don't understand. Ju do ta ndërshtet? Why? 2-0.